billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, i cili e ka zbukuruar njeriun jo vetëm me pamje, por edhe me vlera që e lartësojnë shpirtin dhe e mbrojnë shoqërinë. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndoqën dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Tema që dua të flas unë sot është modestia dhe turpi në jetën e muslimanit. Modestia dhe turpi janë vlerat që e bëjnë njeriun të respektueshëm dhe të shëndosh shpirtërisht. Ata nuk janë dobësi, por përkundrazi janë buroj e zemrës dhe çelësi i veprave të drejta. Parashtrohet pyetja: çfarë e bën njeriu të vlerësohet në sytë e Allahut dhe të njerëzve? Mos është vallë pamja apo fjalët e larta? Apo mos është vallë karakteri dhe mënyra se si përmbahet normave morale? A keni vënë re ndonjëherë se diçka që duket e vogël, si një fjalë, veprim apo vëzhdrim i heshtur, mund të tregojë më shumë për karakterin e njeriut se sa çdo pasuri apo titull? Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika azka lahum. Inna Allaha khabirun bima yasnaun. Që do të thot: thuaj ju besimtarve ti ulin shukimet e tyre dhe ti ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre. Kjo është më e pastër për ta. Allahu di mirë çdo gjë që bëjnë ata. Kur zemra mban turp të drejtë dhe modestinë e duhur, veprimet e njeriut janë të përziera me besim dhe me moral. Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot: njeriu që nuk ka turp, le të bëjë çfarë të dojë. Turpi i ka vendet e veta ku preferohet. Andaj, turpi në bisedë kërkon prej muslimanit që të pastroj gojen e tij nga të irrituarat, gjuhën e tij ta distancoj nga të metat dhe të ketë turp që t'i përmes dobësitë të tjerëve. Sepse sjellje e keqe do të thotë të lëshojë nga njeriu fjalë të paturpshme pa mos u kujdesur për vendin dhe pasojat e tyre. Po ashtu, njeriu modest është vetë kritik, i cili nuk imponohet. Ai gjithnjë është i vetëdijshëm për dobësitë e veta dhe asnjëherë dobësitë të tjerëve nuk i shndërron në vërtetet e veta. Modestia dhe turpi nuk janë vetëm etiketa morale, por janë buroj që e mban zemrën të drejtë dhe udhëzon veprimet e njeriut. Pa to, çdo pasuri, njohuri apo pozitë mund të shndërrohet në humbje shpirtërore. Dietarët po ashtu kanë theksuar se turpi dhe modestia janë dy shtyllat e imanit. Kush i humbet vetveten. Modestia po ashtu nuk lidhet vetëm me fjalët që ne themi. Ajo ka të bëjë edhe me qëndrimin dhe sjelljen tonë ndaj të tjerëve. Njeriu modest nuk kërkon vëmendje për veten e tij. Nuk e shfaq lavdin apo diturinë e tij në mënyrë arrogante dhe gjithmonë respekton kufitë të tjerëve. Ai i jep përparësi ndjenjave dhe dinjitetit të tjerëve, duke treguar sjellje të qetë dhe të matur. Pejgamberi alayhis salam gjithmonë jetonte me thjeshtësi dhe modesti, edhe pse ishte i dërguari i Allahut dhe udhëheqësi i ummetit. Një ditë, një burr hyri tek ai dhe nga respekti filloi që të dridhej. Pejgamberi alayhis salam ju drejtua me butësi. Qetësohu, unë jam biri i një gruaje nga Meka që hante mish të tharë. Nga kjo kuptojmë se pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk e ngritte vetëm mbi të tjerët dhe gjithmonë ju drejtoheshte në mënyrë të butë. Ai i bënte të gjithë të ndjehen të njëjtë. Muslimani i vërtet nuk krenohet dhe nuk i nënçmon të tjerët. Po ashtu, e kemi rastin e Uthmani ibn Affanit radiallahu anhu. Ai njihej për turpin dhe modestinë e tij të jashtëzakonshme. Ai nuk e ngritte zërin mbi të tjerit, nuk shikonte atë që nuk i lejohej dhe kur ishte vetëm e ruante edukatën dhe turpin e tij. Në një hadith thuhet kështu: Allahu e lartëson atë që është modest. Modestia dhe turpi janë të lidhura ngushtë. Pra, zemra që mban modestinë dhe nuk ndjen nevojën për të shfaqur dhe zemra që ka turp nuk shkel mbi të tjerët. Një zemër e tillë udhëhiqet drejt veprave të mira dhe shman gabimet e dukshme apo të fshehura. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ai që ka modestinë ka gjithçka për ta mbajtur zemrën dhe shpirtin të shëndosh.
Andaj, Islami e sheh modestin si një nga shtyllat e karakterit të një muslimani, sepse ajo e mbron njeriu, e bën atë të respektueshëm dhe po ashtu i jep paqe si brenda edhe jashtë. Andaj, lut Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë prej atyre që mbajnë modestin dhe turpin dhe të na udhëzojë në rrugë të drejtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.